Mjeku i Flori Mumajezit zbulon arsyen e largimit nga muzika të këngëtarit. Prej kohësh larg vëmendjes publike, Flori, mungesa e tij nga tregu muzikor ka ngritur shumë pikpyetje tek fansat. Së fundmi, kompozitori Kledi Bahiti, mik dhe bashkëpunëtori i tij afërt, ka dhënë një sqarim mbi këtë situatë gjatë një interviste të dhënë së fundmi. Sipas tij, artisti ka zgjedhur të bëjë një pauzë të vetëdijshme pas një periudhe të gjatë dhe intensive në muzikë. Ai theksoi se për një krijues ritmi i vazhdueshëm i punës sjell shpesh lodhje dhe konsum emocional, pasi jep shumë për publikun dhe merr pak në kthim. Bahiti u shpreh se kjo shkëputje është e nevojshme për balancë, duke nënvizuar se çdo artist ka nevojë për qetësi dhe rikuperim për të vazhduar më tej. Di që edhe ai ndoshta po bën një pauzë të vetën. Është shumë e vështirë për një artist të qëndrojë gjatë, sidomos për një krijues që konsumohesh vetëm u jep njerëzve dhe nuk merr asgjë mbrapsht, ose ato që merr janë momentale. Besoj që çdo njeri ka nevojë për të marrë qetësinë e vet. Besoj që është mirë, u shpreh ai.